Dëgjues të Radio Prishtina, mirëdita, përshëndetje nga frekuenca 89.8 MHz. Ky është emisioni i radhës, siç do të thonë në orën 16 deri në orën 17 në Radio Prishtina, në frekuencën pra 89.8. Gjithashtu përshëndetje edhe për ju që mund të na ndiqni ose po na ndiqni në rrjetet sociale, në Facebook konkretisht, të Gazetës Zëri, të Radio Prishtinës dhe të Qendrës Alert. Do diskutojmë sot për një çështje që është në fakt lajmi i ditës në Kosovë, sigurisht nuk ka të bëjë me politikën, por ka të bëjë me konsumin, me konsumatorët, me biznesin, me shtrejtimin e jetës në fundit të konsumatorëve, sepse aty ku nuk preken direkt ata, do të preken indirekt në rrugë të tjera, pra për shkak të rritjes së çmimit. Do të flasim sot për rritjen e çmimit të energjisë elektrike ose të rrymës, sipas vendimit të fundit të zyrës së rregullatorit për energji të Kosovës, rritje që fillon për abonentët familjar nga 1 prilli i 2025-s, pra pas pak ditësh, dhe që ka një rritje prej 15%, ndërsa bizneset e mëdha, ato që kanë një xhiro mbi 50 milionë euro apo mbi 50 punësuar, do të detyrohen të dalin në tregun e lirë të energjisë, pra të blejnë energji në bursa ose nëpërmjet kompanive të ndryshme. Reagimet në Kosovë kanë qenë të shumta në fakt, edhe nga organizatat e biznesit, edhe nga konsumatorët të ndryshëm, sepse janë të parët ata që do preken direkt, pra qoftë abonentët familjar, ata që kanë paguar X para sot nga 1 prilli do të paguajnë 15% më shumë për energjinë elektrike, dhe gjithashtu do të cënohen po ashtu konsumatorët, sepse do të jenë bizneset të cilat do ta reflektojnë blerjen e energjisë në treg të lirë, në bursa e tjera, e sigurisht që do të jetë më shtrenjtë se sa ç'është sot në tregun e Kosovës, do ta reflektojnë në çmimet, në prodhimet e tyre, të cilat do t'ju rëndojnë xhepin konsumatorëve. Pra nga 1 prilli 2025 hyn në fuqi ky vendim i zyrës rregullatorit të energjisë elektrike. Për qenë korrekt në fakt, është ftuar sot në emisionin Alert edhe kjo zyrë, i është dërguar email zyrtar dhe nuk kemi asnjë përgjigje, me idenë ata duhet vinin të japin shpjegime se pse u mor ky vendim, si justifikohet, sepse kërkesat e operatorëve të transmetimit, shpërndarjes e tjera të energjisë elektrike, siç janë KEDSI, KESCO e tjera, apo KOCI, sigurisht ata kërkojnë të rrisin çmimet, të rrisin të ardhurat në arkat e tyre, pra në ato bilancet vjetore, por ata që do ta vuajnë janë konsumatorët e Kosovës, e sigurisht edhe biznesi si shtylla kryesore e ekonomisë së një vendi. Para se të prezantoj të ftuarin dhe temën, fakt, shkurtimisht po njoftoj që Shoqata e Industrisë për Punimin e Qumshit Kosovës ka paralajmëruar një rritje të çmimit të produkteve si pasojë e rritjes së çmimit të energjisë. Aleanca Kosovare e Bizneseve gjithashtu ka shprehur shqetësimin e vet për faktin për rritjen e energjisë elektrike. Dhe sot kam në fakt kem studio zotin Lulzim Rafuna, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës. Mirë se vini në Alert. Është kënaqësi që ju kam në studio dhe ndajmë bashkë këtë bisedë, në fakt shqetësim për biznesin, por edhe për qytetarët e Kosovës. Dhe po e nis konkretisht me atë çfarë unë pas sfundmi në rrjetet tuaja sociale, që i keni dërguar një letër, pra Oda Ekonomike e Kosovës, që është drejtuar avokatit popullit me një shkresë, me kërkesë në emër të interesit publik dhe bazuar për lexoj statusin tuaj, bazuar në kompetencat e tij ligjore e kushtetuese, të inicioj këtë çështje në gjykatë kushtetuese dhe pezullimin e vendimit të ZRE-s, pra zyra e rregullatorit të energjisë, për një periudhë kohore për të paktën 1 vit. Kjo kërkesë thoni ju vjen me qëllim mbrojtjen e bizneseve nga rritja e mundshme e çmimit të energjisë, e cila do të ketë një ndikim të drejtë për drejtë në rritjen e kostos së prodhimit apo të shërbimit. Një rritje e tillë do të ndikojë negativisht në konkurrentshmërinë e bizneseve në tregun e brendshëm dhe atë të jashtëm, duke ulur gjithashtu edhe standardin jetësor për jetësor të qytetarëve. Unë kam edhe shkresën, mbase e diskutojmë edhe bashkë e komentojmë pikë pas pike, por s'pari do të njoftoja që pra përveç rrjeteve sociale, përveç frekuencës radios,
Na ndiqni në Facebook Gazeta Zëri, Facebook Radio Prishtina dhe Facebook Qendra Aler. Gjithashtu, numri I telefonit nëse dikush ka diçka për të shkruar është 0497490066, 0497490066. SMS, WhatsApp apo Viber. Sigurisht telefonatave nuk mund t'ju përgjigjemi. Zotëri Rafuna, spari po nisim me komentimin e një lajmi të tillë. Pra, rritja edhe ju si qytetari I Kosovës, pra e asaj rrymës, çmimit të rrymës si konsumator qytetar I këtij vendi, dhe e dyta pastaj tek pjesa e biznesit I cili del në treg të lirë I hapur në bursë, ku gje energjia, sigurisht dihet si funksionojnë çmimet e energjisë në bursa. Faleminderit shumë, faleminderit për mundësinë që sot të ofroj shqetësimet e biznesit që ka lidhur me procedurën e daljes në treg të lirë, po edhe shqetësimet e qytetarëve të Republikës Kosovës sa I përket ngritjes të çmimit të energjisë elektrike për 15%, se shumë shpesh ngatrohen, sikurse qytetarëve pi rritet 15%, pi rritet edhe biznesit 15%, që në fakt jo janë dy procedura të ndryshme për qytetarët e Republikës Kosovës dhe për bizneset që jesin me çmime të rregulluara, bizneset e vogla, çmimi I energjisë elektrike do të jetë për 15% krahasuar me atë që kishim deri më sot, ndërsa për bizneset e mesme dhe të mëdha, të quajmë kështu, që janë praportësisht në numrin e 1295 biznese, do të prej qershori janë urdhëruar që të dalin në tregun e hapur. Dalja në tregun e hapur nga 1 qershor bizneset dalin, jo nga 1 prilli. Jo, nga 1 prilli është rritja për konsumator familjar. Datën 28, po më duket janë komentet, nëse nuk e zgjasin afatin për me marrë komente zëreja që I ka publikuar në raportin e tyre. Ndërsa pritjet janë që nga mesi prillit do të rritet çmimi I energjisë elektrike për 15%. Kështu që bizneset do të kenë kohë deri me 1 qershor, me 1 qershor të dalin në tregun e hapur ashtu siç kanë kërkuar zëreja. Për qytetar padyshim që është shqetësim I madh, për arsye se do të paguajnë çmimin e energjisë elektrike për 15% më shumë se që kanë paguar deri më sot, dhe kjo nuk kupton varfrim të xhepit të tyre, nuk po rritën të hyrat, po rritën vetëm shpenzimet dhe po ju humb vlera e paras, qytetar po goditën 2 herë, nëse më thon, e para me rritjen drejt për drejt të çmimit për 15% dhe e dyta kanë më goditën kur të fillojmë I pagu produktet që I prodhojnë kompanitë kosovare, sidomos produktet ushqimore, po edhe produkte tjera me çmim më të lartë që I kanë paguar deri më sot. Atëherë thjeshtësoj, nëse vitin e kaluar ose deri më sot për një shport familjare të janë dashur dikon 500 euro, nga 1 qershor e tutje kanë vetë nevojën 700 deri 800 euro. Kjo sjell një ulje të standardit jetësor për qytetarët e Kosovës dhe nëse kisha mujt me çujt thoj se një lloj inflacioni, se inflacionin të cilin e kemi përjetuar këto me njëherë mbas pandemisë, me fillimin e luftës Ukrainë-Rusi, ka ardhur pikërisht për shkak të gazit dhe energjisë elektrike, që vendet e Bashkimit Evropian ishin të lidhura me tregun e Rusisë. Dhe një histori e tillë pritet me na ndodhë dhe në Kosovë një rritje inflacionit, prapë thon thojza, por do të ketë rritje. Qartë, siç e thash në fillim, kompanitë është po themi treg I lirë etj, ato duan të shtojnë të ardhurat e tyre, është normale dhe prandaj drejtohen zyrës rregullatorit të energjisë. Tani zyra, falni, ky institucion ka pasur një konsultim të hapur publik me ju, qoftë CEO, qoftë bizneset e Kosovës. Jo, nuk ka pasur një komunikim, një dialog të quajtur publiko-privat me bizneset, nuk ka pasur një përgatitje të biznesit për me dalë në tregun e hapur. Është fakt që është një procedurë që ka filluar në vitin 2017, mirë po gjatë tërë kohës është shty, dikon me arsye, dikon për shkak pandemisë, më pas nuk është marrë edhe shumë me këtë çështje, edhe tani na ka ardhur që brenda 3 muajve bizneset të kalojnë në tregun e hapur. Shqetësimi më I madh I bizneseve u kanë që nuk ka pas mundësi mi ofruar një kohë mjaftueshme që biznesit mu përgatit, se kjo për biznesin kërkon një përgatitje edhe financiare, po kërkon një përgatitje në kuptimin e organizimit të arshëm të burimeve njerëzore që do të mirën tarmën me përcjelljen e bursave, me përgatitjen e kontratave dhe kështu me radhë. Dhe kërkesa e bizneseve nuk është që mos dalin në tregun e hapur, se shumë po kuptohet sikur se biznesi është kundër daljes në tregun e hapur. Jo,
Biznesi nuk është kundër daljes në tregun e hapur, se në vetvete dalja në tregun e hapur ka për qëllim që ti me gjetë një produkt, si këtë rast energjinë elektrike, me çmimin më të lirë dhe me një kvalitet më të madh. Kur them me një kvalitet më të madh, kam fjalën që mos më pasë ndërprerje, kjo është shumë e rëndësishme. Po, mirë po, biznesi po kërkon që të rrethanat për momentin të cilat gjendet, jo vetëm tregu i Kosovës, jo vetëm tregu renal, por edhe tregu evropian, nuk janë të përshtatshëm që biznesi në muajin qershor, mas 2 muajve të kalojnë në tregun e hapur. Dhe po kërkon që minimumi 1 vit të jepet kohë që të përgatitet. Kur themi pse mu përgatit, kontratat të gjitha për shitjen e produkteve janë të lidhura në afatin minimal 1 vjeçor. Si në tregun e brendshëm, po ashtu në tregun e jashtëm. Sipas ulëmtimeve që janë bërë deri më sot, çmimi i energjisë elektrike në bursa sot është për 50 deri në 100% më i shtrenjtë se që ka qenë me çmimin e rregulluar nga ana e ZRE-s, që është blerë për Kecit ose Keskos. Dhe në momentin që dalin në tregun e hapur me këtë çmimin që gjendet sot, do të ketë efekte drejt për drejt në ciklin e prodhimit, në shpenzime operative që do të ketë ngritje të çmimit të produktit. Dhe kur ketë ngritje të çmimit të produktit, sfida ose shqetësimi është që produkti jonë ma nuk do të jetë konkurrent me produktin që importojmë. Dhe e dyta, do të ketë mundësi shumë të mëdha me humb tregjet e jashtëm, nëse ti e njofton blesin tuaj jashtë, sidomos në tregun evropian, se janë tregje që janë fituar me shumë njerëz, me shumë mundi, dhe do të bie kërkesa për me ble produktin e Kosovës. Domethënë, përveç që do të kemi të kurrje në tregun e brendshëm, do të kemi të kurrje edhe në tregjet e jashtme ku I kemi fituar me shumë njerëz. Dhe nëse sot e shohim bilancin tregtar, Kosova e mbulon vetëm me 17%. Ende nuk e kemi kap shifrën e 1 miliardit. Ja, I keni edhe danat e fundit të Agjencisë Statistike të Kosovës, ku eksporti ka filluar me ra. Ndërsa importi po vjen duke na urrit e ka kap shifrën 6 miliard. Dhe kjo më së miri tregon se ku gjendet prodhimtaria. Dhe në vend që të mbështetet, ne çka po bëjmë? Pi bëjmë presion dhe përkundër shumë sfida tjera që kanë, pi ja kushtojmë edhe një sfidë tjetër me energjinë elektrike. Po në kuptim strategjik për shtetin, nuk mund është me ftu investitor me arë, me investu me çmim të energjisë elektrike të rritur. Dhe pa dyshim se kënë takim që kishëm zyrtarët e ZRE-s, ishte arsyetimi që vetëm Kosova ka mejtë e fundit, po është fakt që Kosova ka mejtë e fundit, po gjitha vendet tjera, si Shqipëria, si Maqedonia, po dhe vendet tjera evropiane si Gjermania, momentin që I kanë vendosur biznesin në tregun e hapur, pjesën e rritur të çmimit ja kanë subvencionuar. Dhe kërkesa e biznesit është okay, ne po dalim tregun e hapur, po nëse nuk mundemi të gjesh çmim të energjisë elektrike më të mirë ose më të mirë, në rast se na duhet me ngrit çmimin e produktit, mos ta ngrisën çmimin e produktit, po të subvencionohemi nga ana e shtetit. Shteti këtë punë ka, ditë vështira, ju gjin shtetarit, ju gjin biznesit. Po patjetër, madje kjo rrezikon ju përmendet çështjen e kontratave me vendet BE-s apo të tjera. Ty sot për shkak të rritjes çmimit tënd të energjisë dhe produktit, ti nuk ja si biznes, nuk I thua dot atij do të ndryshojmë, do të prekim kontratën, çmimin e tjera. Do punosh me humbje ose do falimentosh. Po biznesi, shiko, strategjia ose qëllimi I biznesit në vetvete kur themelohet nuk është me punu me humbje. Jo, sigurisht. Po themi qoftë për yll, për yll të shkurtër. Nuk ka mundësi dhe bizneset tona ashtu tash përkundër shumë sfidave të cilat I kanë, tani t'ia shtosh edhe këtë sfidë është e tepërt. Dhe cila ka qenë propozimi ose zgjidhja ka qenë që të shtyhet së paku 1 vit. Hajde së bashku në konsultim me organin rregullativ siç është zyra rregullatore e energjisë elektrike, ta vendosëm datën se cilën muaj, cilit vit po dalin në tregun e hapur. Dhe të përgatitëm dhe të dalin në tregun e hapur, po duke na qëndruar ekzekutivi ose Kuvendi I Republikës Kosovës përmes ligjeve në krah, që mos të dëmtohemi. Këtë strategji është që biznesi të mos dëmtohet. Ne kemi biznes shumë të mirë, kemi biznes që kanë fitu këtë kapital dhe kanë zgjeru këtë investim me shumë njerëz, me shumë mundi, dhe e them me plot përgjegjësi, edhe për shkak pozitave të mia që I kam sjellë herë si odave të Ballkanit perëndimor, që bizneset e Kosovës janë bizneset më të kërkuara dhe më të lakmuara që me bizneset e huaja me lidh kontrata me bashkëpunimi me këto. Dhe duhet t'i ruajmë për arsye se janë mbushit kryesor të buxhetit të shtetit. Janë 330.000 punësuar që marrin paga drejt për drejt nga sektori privat dhe janë 83.000 punësuar në sektorin publik që mirë indirekte përmes buxhetit, po përmes taksave të
këtyre bizneset që paguhen në buxhet marrin pagën. Për këtë arsye, nishte do të është i zhvilluar kur ta ka ekonominë e zhvilluar. Qartë. Një ndër problematikat, unë citova kryetarin e shoqatës industrisë për punimin e qumshtit në fakt. Çështja e sektorit blegtorisë është delikat në çdo moment. Dihet që vendet e rajonit, Serbia, Slovenia, tjera e mbysin prodhimin e të Kosovës edhe të Shqipërisë me çmim. Imagjino ti rrisësh pastaj një fabrike për punimin e qumshtit edhe çmimin këtu, ai nuk ka leverdi as të mbajë më, as të mbledh më qumësht ta përpunojë dhe sigurisht do të rritet konsumatorit të Kosovës. Dhe ai nuk do ta blej, sigurisht do ta blej qumshin e Serbisë ose Slovenisë shumë më lirë, sa edhe tani vjen më lirë. Pa arritje. Do të reflektohet edhe tek buka. Është pa diskutim. Do të reflektohet te çdo produkt, se këto biznese të cilat vdesin me çmime të rregulluara, edhe këtyre do të ketë ngritje të çmimit të energjisë për 15%. Do të reflektohet te buka, do të reflektohet te gjanat më elementare, po edhe ato të tekstilit, të drurit, të gjitha. Se çmimi ose energjia ka ndikim të drejtë për drejtë në këtë ciklin e prodhimit. Dhe ne do të kemi një jetë më të shtresë që kishëm deri tani para ngritjes së çmimit të energjisë elektrike. Për këtë arsye, ne kemi ngrirë zërin kaq lart dhe duke pas parasysh që energjia elektrike është interes publik, kemi kërkuar nga avokati i popullit mungesë institucione, se është edhe një kohë pak e çuditshme kur është dhënë ky njoftim për me dalë në tregun e lirë ose për mu ngrit çmimin e energjisë elektrike, që ndoshta jo pa qëllim, mirë po reflekton që është bërë me qëllim, bashkë në kohën kur nuk i kemi institucionet e vendit fuqi plote, mas përfundimit të zgjedhjeve. Pse kjo nuk u bë me një janar, pse nuk u bë me një shkurt, po u bë në fund të shkurtit mbasi që përfundoi procesi zgjedhor. Po, tani ne si odë ekonomike nuk e kemi një komision brenda kuvendit të Republikës së Kosovës ku mund t'i drejtohemi. Për shembull, kërkesa e bizneseve është edhe të ndryshohen kushtet, edhe odës ekonomike. Që aja për ta pasur para? Është vendimi pra kërkesa juaj. Jo, e di, po gjithsesi thash mos është më komode për me letër, se patjetër që po. Është edhe një shqetësim i madh i bizneseve për arsye se kushtet të cilat janë vendosur në 2017, që ka qenë mbi 50 punëtor ose me qarkullim mbi 10 milion, kanë qenë kushte që janë marrë për 2-3 vendeve të Bashkimit Evropian. Mirë po, ato kushte nuk janë më të përshtatshëm për vitin 2025. Për arsye se kemi biznise ose startupe që i ka 50 punëtor. Pa i është në ditët e para ose në vitin e parë të funksionimit. Edhe ti nëse atë vendos në tregun e lirë, ti e mbyll, me automatizëm e mbyll. Sa ai biznes nuk i ka mundësitë financiare, por nuk i ka mundësitë e burimit njerëzore, edhe një orinë që të mirët me bursat e çmimit të energjisë elektrike. Ishte një pyetje prej biznese për zyrtarët e ZRE-s, po çka nëse ne ulëm numrin e biznesit. Ai thotë që nuk mund ta ulësh numrin e punësorëve konfjore. Nuk mund ta ulësh numrin e punësorëve. Se nëse një herë ke dalë në treg me 50 punëtor, atë vitin e ardhshëm nëse ti s'ke nevojë të marrësh 50 punëtor, nëse ulën 40, thotë jo, ti do të rish tregun e hapur, nuk ke të drejtë të kthehesh në çmimin e rregulluar. Tani do të ketë tentativë për biznesin që ta uli numrin e punëtorëve deri me një qershor, në mënyrë që mos dalin në tregun e hapur. Do ketë dy, ose do të shkurtojnë realisht, pra do mbeten njerëz pa punë, ose do bëjnë atë manovrimin e mosdeklarimit në informalitet dhe kjo pastaj penalizon edhe shtetin për taksat, edhe punëtorin që nuk i paguhen kontributet. Po, pikërisht. Kjo është, shteti gjithmonë duhet të mundu që informalitetin me kthy në formalitet përmes ligjeve rregullore, përmes procedurave të ndryshme, subvencionimit të ndryshëm. Neve po na ndodhe kundërta tani. Ne prej sistemi po tentojmë të çojmë në informalitet. Kërkesa jonë ka qenë që të vendoset një sasi energjisë elektrike, një tavan i sasisë energjisë elektrike që shpenzohet nga biznesi dhe së bashku ta vendosim atë tavan se sa do të jetë me bizneset dhe kush shpenzon mbi atë tavan të kalojë në tregun e hapur. Ndër atë tavan të rrinë në çmimin e rregulluar edhe për një kohë. Fatmirësisht Korporata Energjetike e Kosovës e ka një plan shumë ambicioz, për arsye se ata e kanë licencën e furnizimit, e kanë një plan shumë të mirë, shumë ambicioz, që besoj që ata parashohin që në 2 vitet e ardhshëm të ri vetëm e filluar dhe biznese më ofruar energji elektrike nga prodhimi, që padyshim do të jetë më i lirë se sa furnizues që do ta ofrojnë, për arsye se bizneset tona nuk kanë mundësi me blej prej prodhuesit drejt për drejt jashtë, po i blejnë prej furnizuesit që është një lloj tregtarit aty kështu që ka edhe pjesën e vet që shumë normale, se është biznes.
Mirë po në qofë se mbas 2 vite fillon Keku me ofru energji elektrike si furnizues, drejt për drejt si prodhues, atëherë do të jetë shumë më lehtë edhe më mirë për biznesin tonë. E për këtë arsye ne kemi kërkuar që edhe disa përgatitje të Keku, po edhe disa përgatitje në biznesit ketë një periudhë minimum 1 vjeçare për me kalu gradualisht në tregun e lirë. Zoti Rafuna, do shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, por para spoteve me cilat do të na ndihmojë regjia, unë do të falenderoja kompaninë e prodhimit të proshutave dhe sallameve Hako, i gjenin në tregun e Kosovës të gjitha produkte halal, të certifikuara halal dhe Hotel Nartel. Reklama e kthehemi pas pak çastësh, mos u largoni. Dëshiron të informohesh në kohë reale për alertet e produkteve ushqimore dhe jo ushqimore? Për të drejtat e konsumatorit dhe të denoncosh apo ankohesh me foto e video në çdo moment që përballesh me një problematik? Mos lejo institucionet dhe subjektet private të shkelin të drejtat e tua. Shkarko aplikacionin alert.al dhe merr një notification për informacionet e fundit. Informohu për alertet ushqimore dhe alertet e produkteve jo ushqimore. Ndihu konsumatorin mbrojtur, ankohu, ngrije zërin. Shkarko alert.al, i vlefshëm për iOS dhe Android. Jemi kthyer në alert në këtë pjesë të dytë të emisionit përjavshëm pra në Radio Prishtina, 89.8 MHz, gjithashtu na ndiqni edhe në faqet e Facebookut, Gazeta Zëri, Radio Prishtina dhe të qendrës Alert. Po flasim për ndoshta për ju gjithë që nuk e keni arritur emisionin nga fillimi, po flasim për situatën e çmimit, e rritjes çmimit të energjisë elektrike për abonentët familjar, pra për qytetarët e Republikës Kosovës me 15% sipas vendimit fundit të zyrës rregullatore të energjisë të Republikës Kosovës dhe sigurisht për bizneset e vogla, si dhe nxjerrin në treg të hapur të bizneseve të mëdha, pra gjë që do të detyrojë të kërkojnë dhe të blejnë energji në tregje të lira, tregje të hapura në bursa, e kjo sigurisht do të ndikojë automatikisht edhe në vështirësitë e bizneseve, por edhe rritjen e çmimeve të produkteve të tyre. Jam duke biseduar në studio me zotin Lulzim Rafuna, që është edhe kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës. Zoti Rafuna, a ka pasur një justifikim nga ZRE-ja për këtë rritje, qoftë për rritjen e çmimit, megjithëse ju tha që s'ka pasur një konsultim publik për bizneset e vogla apo abonentët familjar, dhe për nxjerrjen tuaj, pra bizneset të mëdha në treg të lirë, se normalisht duhet të ketë edhe disa argumenta. Sa përket rritjes së çmimit të energjisë elektrike për qytetar, ishte arsyetimi që çmimi është rrit i energjisë elektrike dhe kërkesat të cilat janë për energji elektrike në Kosovë janë të mëdha. Po është rritur edhe konsumi. Po, është rritur konsumi dhe gjatë sezonit së dimrit ka pas një rritje të sasisë së importuar dhe kjo ka sjellë si rezultat edhe dy furnizuesit Keco për momentin që janë që të kenë shpenzimet të çuajme më të mëdha dhe nuk me çmimin që ka qenë deri më tani nuk mund të mbulohen këto shpenzime. Ky ishte pak a shumë arsyetimi që është dhënë për zyrtarëve zëres në takim me bizneset që kishin në odën ekonomike. Kurse sa i përket nxjerrjes së bizneseve në tregun e hapur, arsyetohen që është momenti, koha dhe kërkesat e integrimeve evropiane që të kalohen në tregun e hapur. Arsyetohen që vetëm Kosova ka mbetë fundit që nuk ka dalë në tregun e hapur, që prap ne mirë kuptojmë dhe dim që një të dalim në tregun e hapur, mirë po ishte kërkesa që të gjendet momenti i duhur. Tani nuk është momenti për me dalë në tregun e hapur, për arsye që i thamë në pjesën e parë të emisionit për të mos përsëritur edhe një herë. Dhe kjo ishte arsyetimi pak a shumë i tyre pse duhet të rritet çmimi i energjisë elektrike për 15% për qytetar, për ekonomitë familjare dhe bizneset të cilat mbesin me çmime të rregulluara, ndërsa pse duhet bizneset mesme të mëdha të kalojnë prej një qershorit në tregun e hapur. Në tregun e hapur. Në këto kushte, tashmë ju e përmendën në fakt dhe është realitet situata energjetike globale, ose po themi evropiane, historia e konfliktit në lindje, çështja e gazit, BE-ja, prodhuesit e tjera. Por në këto kushte a do duhet që
qeveria e Kosovës, kushdo është qeveria, nuk ka lidhje, të marrë disa iniciativa për të krijuar lehtësira për biznesin e Kosovës, në kuptimin për investitor strategjik të mundshëm, për investime në prodhim energjie. Në ujë ka pak mundësira, por energji diellore, energji me ajër etj. Jam i sigurt që qoftë kompani ndërkombëtare, por edhe biznesmen nga Kosovës, që janë në Kosovë apo në diasporë, kanë mundësi financiare të investojnë në fusha të tilla, por ndoshta sa i vën atë barrën mbi shpinë, qoftë konsumator, qoftë biznes, a është mirë që të krijojnë disa lehtësira për biznes në këtë fushë me qëllim të rritjes prodhimit të energjisë në vend. Po në krahas kërkesave që kishim parasysh se na mori përpara kjo njoftimi i fundit i zyrës rregullatorit të energjisë, mirë po ka kohë që ne kemi ngritë zërin që të shpejtohet thjeshtësimi i procedurave, sidomos për ndërtimin e fushave me panele solare, po edhe për t'ju ndihmuar biznesit që mi vendos panelet solare dhe për t'ju mundësuar që në një pjesë të energjisë që prodhojmë për paneleve solare, që vjen për paneleve solare, të përdorët për nevojat biznesit, kurse pjesën tjetër që është që te pronda është, po ta vendosin, t'ju lejo që ta vendosin në rrjedh dhe ta shesin te furnizuesit që kanë licenca ose ata që mirën, ato kompani që mirën me çështjen e trajtimit të energjisë elektrike. Sa i përket të ndërtimit fushave solare, ka ankesa shumëta të biznesi, për arsye se procedurat janë aq bürokratike prej nivelit lokal deri te niveli qendror, sa që marrin shumë kohë derisa ti marrësh të gjitha licencat. Dhe sot, nëse investohet në panele solare, kthimi është për 10 vite. Ndërsa reformat të cilat i kanë bërë Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria, janë duke shku me hapa shumë shpejt duke i ndërtu këto fushat e paneleve solare. Dhe do të vijë një moment kur ato do të kenë hiperprodhim të energjisë elektrike, do të fillojnë me shit në Kosovë. Dhe çka ndodh? Ato do të shesin me çmim më të lirë, ku bizneset mbas asaj procedure kthimin do ta kenë ose ndërtojnë ose investojnë në fushat e paneleve solare, kthimin do ta kenë 10 vite, po do ta kenë 20 vite. Dhe kështu që do të bijë interesimi më për të investuar në fushat e paneleve solare. Mirë po në kuptim strategjik të shtetit, atëherë ne do të mbarmi prej sa i përket energjisë që vije prej paneleve solare, do të mbarmi prej Maqedonisë e Veriut dhe prej Shqipërisë. Për këtë arsye ne kemi bërë thirrje se ka interesim, sidomos nga diaspora jonë që kanë gjetë edhe kompani gjermane, zvistrane dhe austriake, kompani shumë të njohura. Janë edhe bankat gati të financojnë, se e dinë që është e ardhur e sigurt. E ardhur e sigurt. Edhe kemi bërë thirrje që të veprohet me urgjencë në reformën e brendshme administrative, që të thjeshtësohen procedurat, të heqën shumë dokumente që kërkohen, po edhe të identifikohen fushat, se edhe këtu duhet një lloj studimi të bërë në cilat vende është më e përshtatshme të vendosen në këto. S'do të lejuar që edhe toka e Bukës kthehen panel diellore, se e ardhura është më e madhe për fermerin, po kjo shkakton pasojë të tjera. Kjo është domethënë që ne kemi kërkuar që të identifikohen edhe fushat, të identifikohen vendet se ku mund të vendosen këto panelet solare. Dhe e dyta kemi me flutrat përmes erës, domethënë ngjeri që prodhohet përmes erës, edhe ato kemi kërkuar që të shifen mundësitë përveç dyve që kemi në shartë të Bajgorës dhe në pjesën e Kamenicës, të shihet mundësia dhe në cilat vende është e përshtatshme për të vendosur flutrat për me prodhuar energji elektrike me erë. Në fakt në këtë qëllim jo që të krijojmë edhe burime të tjera, po duke mos e përjashtuar edhe mundësinë e investimit në gazin amerikan që na vije qoftë përmes Shqipërisë, qoftë përmes Greqisë, që edhe ato të shifet mundësia të investohet dhe të cilës sistemi i gazofitimit në Kosovë. Kjo është pak më e vështirë edhe si procedurë, ndoshta edhe si punë, ndërsa pjesa e paneleve diellore në Shqipëri, për Maqedoni nuk e di, po ju e thatë një biznes nëse prodhon tepër e shet, e fut në rrjetin kombëtar dhe e shet. Dhe pastaj ose i kthehen para ose i zbriten aty ku ka nevojë, kur merr energji nga shteti, pra kur nuk e plotson prodhimi vet nevoja, dhe do të ishte absolutisht zgjidhja e mirë. Këtu Kosova ka diell. Nuk ka sa Shqipëria, po ka shumë. Ka diell dhe ka erë. Studimet e kanë treguar, studimet e kanë ndëshmuar dhe kanë treguar që ka mundësi më investu fusha dëshme. Ka, prapë them, unë kam takuar shumë bashkëdhëtar tanë që janë edhe në Zvicër, edhe në Gjermani, që janë të gatshëm me investu. Ja e kishëm në rastin e fundit, për shembull në Raves, investimin nga Orllati dhe Jaha
Company, që është një investim shumë i madh, po ka edhe shumë të tjerë që janë të interesuar, po ka edhe kompani të huaja që janë të interesuar me investuar. Për këtë arsye, institucionet tona duhet të jenë më të shpejta në reformim dhe në përgatitjen e terrenit për këtë lloj investimi, se është momentumi. Nëse ne hupëm këtë momentum, siç e thash, atëherë do të shkojnë në Maqedoni, do të shkojnë në Shqipëri, sa atje janë procedura shumë të shpejta, të japet mundësia shumë me investu dhe ne do të mbaremi prapë për importit të energjisë elektrike. Aktualisht a lejohet në Kosovë që një biznes të vendosë të mbulojë për shembull çatitë veta, taracat e tjera me panele diellore, është e lejueshme me ligj? Po, është e lejueshme, mirë po tani Zyreja thotë që e ka hjekë limitin, se ka qenë një limit i vendosur ku ti prodhimi. Deri atë limit ke mund ta shfrytëzosh për nevojat tua, mirë po jo të pritshëm më pas me bart në rrjet. Tani Zyreja thotë që do ta shqyrtojnë në mundësinë për me zhvendosë këtë limit. Qartë. Nëse nuk e diçka për këtë çështje, nga avokati i popullit ka pasur ndonjë reagim deri tani? Juristat tanë janë duke punuar me avokatin e popullit, i kanë komunikuar avokatin e popullit, shkresën e kanë marrë. Tani është procedura. Është e ditëve të fundit mos ka bëj shkresa. Është e ditës premte, datës 21. Brenda institucionit të avokatit popullit është duke u përpunuar kjo shkresë dhe pritjet tona janë që ta dërgojnë në gjykatën kushtetuese prapë duke u thirrur në interes publik, për shkak se energjia elektrike është interes publik. Po Ministria e Ekonomisë, Ministria e Financave, Ndërmarrësisë, nuk e di se si quhen. A keni komunikuar me ta ose a keni pretenduar që të paktën të jenë mbështetje për biznesin? Ne ju kemi drejtuar me shkresë, edhe zyrës kryeministrit, Ministrisë Ekonomisë, Ministrisë Financa, po edhe kryetarit të Kuvendit të Kosovës, me kërkesën që të ulen me zyrën e rregullatorit ekonomik, se nuk është një zyrë që na ka ardhur prej qiellit. Patjetër, institucion shtetëror është në varësi tyre madje. Është një rregullator, në fakt, edhe të ulen dhe ta shohin mundësinë që zyreja ta sjellë një vendim që ta shtyj këtë vendim, mirë po s'kemi nejt dur kryç, kemi shfrytzuar edhe avokatin e popullit që paralel edhe avokati i popullit ta inicoi procedurën, se pun ditës mund të thonë po ne jemi fuqi plot. A ke qartë. Kështu që në gjitha rrugët e mundshme ligjore kemi shfrytzuar që ta shtyjmë këtë vendim së paku për një vit. Qartë. Unë nuk dua t'ju mbaj shumë në fakt, nuk do ta çojmë emisionin deri në orën 17 për shkak të angazhimeve tuaja, por përmendet pak më herët që jeni kryetar i odave të rrjetit të odave të Ballkanit. Pra është diçka që është finalizuar. Unë kam pasur dieni që po organizohet diçka e tillë, por është organizuar ndoshta në fillim të vitit, ka marrë formë ligjore ose në fund vitit kaluar? Jo, është një mekanizëm i vetëm i themelur për sektorit privat, ka ardhur iniciative kancelares Angela Merkel në atë kohë. Qëllimi është që të shërbejë si ulëdhëse bizneseve të Ballkanit me bizneset e tregut të Bashkimit Evropian. Është një institucion që ka selin në Trieste të Italisë, për arsye se pa mbajt kur u themelu, në mënyrë simbolike në atë kohë, por ka ato është mbajtur edhe në Trieste samiti i liderëve të Evropës dhe të Ballkanit dhe mbështetet nga Komisioni Evropian me projekte për të çuar përpara sfidat të cilat i kanë bizneset e Ballkanit jo vetëm brenda Ballkanit mes ne këtu, po edhe me bizneset e Bashkimit Evropian që të ndihmojmë sa më shpejt të integrohemi spari në tregun e përbashkët rajonal, që është marrëveshja që është nënshkruar në Sofia në 2020 dhe tani të përgatitëm për integrim me tregun e Bashkimit Evropian. Ky mekanizëm do t'i ndihmojë edhe Komisionit Evropian, po edhe qeverive të vendeve të Ballkanit që si them aspektit ligjor, po edhe praktikave të mira të biznesit t'i fusëm në marrëveshje që sa më shpejt adaptohen, mirë që ne jemi përgatitur një ditë, data indikative është 2030, që të integrohemi në Bashkimin Evropian ekonomikisht. Edhe për Kosovën është se në Shqipëria plani i rritjes. Plani i rritjes ka këtë qëllim, që të ndihmoj vendeve të Ballkanit që së paku ekonomikisht, jo politikisht, ekonomikisht të integrohen me tregun e Bashkimit Evropian në 2030, që është një treg për 500 milion konsumatorëve dhe është pështem për bizneset e Ballkanit dhe për vendet e Ballkanit. Qartë. Zoti Rafuna, nëse nuk e diçka tjetër, qoftë për këtë, qoftë për çështjen e energjisë, unë të falenderoj që ishe në alert. Nderisht. Dëgjues të Radio Prishtina dhe ju që na keni ndjekur në rrjetet sociale, ju falenderoj të gjithëve. Ky është fundi i programit për ditën e sotme.
unë uroj një javë të mbarë, me qenë se sot është e hënë, dhe reagoni qoftë për çmimin e energjisë, për gjithçka tjetër që u cënon drejtat tuaja, bizneset të reagojnë, se vetëm në këtë mënyrë mund të ketë një reagim nga institucionet publike. Mirupafshim.